Një ditë pas konferencës së 4 ndërqeveritare, kryesocialisti Edi Rama ka folur sërish për anëtarësimin e vendit në BE, duke theksuar se vetë Unioni e shikon Shqipërinë si një aktor me besueshmëri të lartë dhe protagonist e procesit të reformave. BE-ja nuk të fal absolutisht asgjë, në asnjë rrethana, për asnjë arsye. Por BE-ja kurrë nuk është në situatën e një bamirësi, sepse me të drejtë kërkon që kë afron ta ketë si veten, me standardet e veta. Dhe nuk ka asgjë më të padiskutueshme lidhur me gjithë procesin e shtetbërjes në Shqipëri, sesa rezultatet e monitorimit vazhdueshëm të BE-s. Me ironi, Rama komentoi edhe opozitën. As edhe një sondazh, në asnjë ekran, nuk e nxjerr dot kënetën, jo përpara se kjo s'bë vaki, po as aq afër nesh. Kryesocialisti dha një përgjigje për rasti flagrant të arrestimit të një demokrati në lushje për shitblerje të votës. Jo vlla, nuk kemi lek për vota. Se kemi bërë më parë, nuk e bëjmë sot. Më pashë kishin dalë ca që jepnin lek nga këto parat e kënetës, se këneta ka shumë para këneta. Keni parë sa ka paguar Latifin edhe ku i gjenxhan.